271 pasagjer nga vende të ndryshme si Franca, Belgjika, Gjermania, Anglia apo edhe Spanja kanë bërritur mëngjesin e kësaj të njëjte në portin e Vlorës me kroqeren Hamburg. Një nga kroqeret më të mëdha në një gjatësi rreth 145 metra është e para që ka prekur brigjet e Vlorës për këtë sezon, ndërsa Vlorën dhe Shqipërinë do të ketë destinacione edhe gjatë sezonit turistik. Veç Vlorës, turistët e huaj do të vizitojnë edhe pika të tjera turistike e kulturore. Kroqera veç Vlorës do të qëndrojë edhe në Sarandë e Durrës, ndërsa ka mbritur nga Greqia për të vijur me Kroacinë e Italinë. Wilson Darda, guida turistike shqiptare, tregon se kroqera ka ardhur nga Greqia duke qëndruar fillimisht në Sarandë dhe më pas në Durrës, ndërsa Shqipërinë ka destinacion për këtë vit, duke qenë një nga kroqera më të mëdha të mbritura në Vlorë. 90% tyre janë francezë. Të tjerët janë belgë, nga Irlanda dhe nga Anglia. Çfarë itinerari kryej? Vjen nga Saranda, do shkojnë në Durrës mbas Vlorës. Vjen për herë të parë në Vlorë. Është shumë e bukur. Përveç Shqipërisë, çfarë vizitojnë tjetër? Këta Kroacinë, Malinezi, Italinë, edhe gjithë Mesdheun. Sa pasagjerë? Janë 271. Po, një herë e parë që vinë? Vjen herë e parë në Në Vlorë. këtë madhësi në Vlorë? Po. Do Në këtë madhësi herë e parë. Do jetë herë tjetër apo nuk tjetër? Patjetër. Shumë prej turistëve janë për herë të parë, duke pranuar se kanë mjaft interes për Shqipërinë, një vend që sipas tyre është mjaft i bukur për atë çka ofron. Departure of the cruise was Piraeus in Greece, then we called to Greek port, and then yesterday. Unë jam Madeline, jam përgjegjëse e kësaj kroqere. Është hera e parë që kjo anije prek brigjet shqiptare. E kemi nisur nga Greqia drejt Sarandës dhe sot në Vlorë. Janë turistë nga Franca, Belgjika apo edhe Gjermania. Deri tani më duket çdo gjë mjaft e bukur dhe mjaft mirë. Ne do të qëndrojmë në Vlorë dhe më pas drejt Durrësit, pastaj do të shkojmë në Maltë dhe Itali. Yes, it's very nice. Unë jam nga Franca. Është hera ime e parë, është shumë e bukur dhe më pëlqen shumë. You are from? Spain is the second time. Unë jam nga Spanja. Jo, këtu është hera ime e dytë. Kam ardhur edhe më parë, shumë bukur, më pëlqen. Do të vizitojmë disa vende të Vlorës. Vlora një qytet fantastik me kohën shumë të bukur. France, Paris. Oui, très bon voyage, très beau pays, les gens sont gentils. Jam nga Parisi, Francë. Është hera e parë që vi në vendin tuaj. Kam mbetur i ngazëllyer nga hera e parë. Shumë bukur, vendi më pëlqen. Do të vizitojmë disa zona. Është shumë mirë dhe njerëzit janë shumë të mirë. Kontakti i parë është shumë pozitiv. Duket se tashmë sezoni ka nisur, ndërsa mbërrin edhe turistët e parë me kroqeren, ndërsa Vlora dhe Shqipëria është një nga destinacionet e kërkuara dhe që do të vijohet gjatë gjithë sezonit turistik.